Inspektorati Mbrojtjes së Territorit Durrës në bashkëpunim me ndërmarrjen e rrugëve dhe Policinë Bashkiake ka nisur një aksion në terren për lirimin dhe pastrimin e kanaleve kulluese në të gjithë bashkinë. Aksioni synon parandalimin e përmbytjeve dhe përmirësimin e sistemit të kullimit, sidomos në zonat problematike gjatë rreshjeve. Gjatë ndërhyrjeve janë prishur edhe mure rrethuese dhe disa objekte që ishin bërë pengesë për rrjedhën e ujrave. Qëllimi ky është që të ndërhyet, se gjithë këto vite është ndërtuar në mënyrë abuzive, edhe megjithatë, siç e preka pak më parë, njerëzit banorët janë edhe ndërgjegjësuar, se kanë mësuar edhe vetë që me ndërtimet ndërhyrje që kanë bërë, janë përmbyt, janë pa ata që janë prek nga kjo, kështu që janë treguar shumë bashkëpunues. Tani kemi vazhduar prishet sipas planit punës apo sipas projektit që ka miratuar bashkia për vazhdimsinë e gjithë zonave që përfshin në Durrës për këtë lloj aksioni. Kemi pas një problem të tillë në këtë zonë, një përmbytje për arsye sepse bllokimi ka qenë një temë mase dhe ka favorizuar ndoshta edhe ujin që të normalisht të përhapet. Ndërhyrja është përqendruar kryesisht në zonën e plazhit dhe në Durrësin e Ri, dy prej zonave më të populluara dhe më të ndjeshme ndaj përmbytjeve. Ky aksion pritet të ketë ndikim pozitiv jo vetëm në përmirësimin e infrastrukturës së kullimit, por edhe në rritjen e sigurisë dhe cilësisë së jetës për banorët e qytetit, sidomos në prag të sezonit veror, ku Durrësi përballet me një fluks të shtuar vizitorësh.